John Kennedy tha mos pyet se çfarë ka bërë vendi ynë për ty, po thuaj se çfarë ke bërë ti për vendin tënd. Në politikë tani janë futur për disa arsye, por arsyeja kryesore është agjenda e pastër nga Soros për shpopullimin e Shqipërisë. Kam kërkuar liderit opozitës një komision hetimor parlamentar për vënien para përgjegjësisë të gjithë autorëve të shpopullimit të Shqipërisë. Për flamurin besoj se kemi parë që kanë dashur me ndru flamurin tonë me flamurin e LGBT-s, sepse gjithë familja ka qenë në një kursion të jashtëzakonshëm, duke zëvendësuar mamin me prindin 1 dhe babin me prindin 2. Kemi parë që këtu ka prekur dhe territorin me marrëveshjen e detit me Greqinë, që Greqia do të zjerojë 12 milje, që unë e kam kundërshtuar, por edhe me marrëveshjen e Rama Meloni, se ju tha Dursakve që ne jemi borxhi Italisë. Po është e vërtetë. Sepse i pjesë për ju shka emigrun Itali ka punu në tjerës në ballit, por ne në Lezhë nuk po presim italianë. Ata janë njerëz që vinë nga bota e tretë, pa qenë racist fare, po a kemi të bëjmë këtu me konceptin e shpopullimit dhe ripopullimit, që do të thotë përzen shqiptarët dhe të marrim njerëz tjerë që do t'i tundin ato degët e pajtmave të tyre, mjeshtrave që janë jo më shumë se 3.000 Shqipëri që kanë para. Dhe ne kemi një plan për 50 faqe se si do t'i kthejmë shqiptarët në Shqipëri, ku një tuaj. Politika myrë dhe për e shprehje tjetër të një president Amerikës unë e kam për zemër, që është John Kennedy, i vrarë për lirinë dhe demokracinë e këtij vendi, i cili tha mos pyet se çfarë ka bërë vendi ynë për ty, po thuaj se çfarë ke bërë ti për vendin tënd. Prandaj do dalim vetëm në 2 momente që mlidhen mua me Durrësin. Momenti i parë është kauza jonë që kemi bërë për Velierën. Jemi përplasur me Vangjush Dakon, i kam bërë një pyetje në Komisionin Hetimor Parlamentar. Ku e merr rrogën ti, në Beograd apo në Afrin, që do të shkatrosh arkeologjinë e Durrësit. Kemi bërë protesta, na ka rrahur, na ka quar grupet armatosura kur ne kemi kthyer tek torra veneciane 2017. Më kanë kërcënuar personalisht bandat e Durrësit, por nuk jam tërhequr. Kam qëndruar bashkë me ju, me qytetarët durrësak për të mbrojtur historinë dhe arkeologjinë e këtij qyteti. Sepse thirrja jonë ishte mos ma prek rrahën. Dhe momenti i dytë që doja të ndaj me juve, bashkë me disa miq këtu, kemi qenë dhe kemi dalë përballë Muhamet Alabar, me një shprehje në anglisht që ne e bëm atëherë, hands off Durrës Harbor, mbaj duart larg nga porti i Durrësit. Jemi përplasur me të, ku kam një zonë shumë vështirë, siç është Shkruja dhe Fushkruja, pa diskutim. Origjina ime është aty, familja ime jeton aty, dhe ne do ja dalim në 11 maj. Jo vetëm Durrës, por edhe atje do korrë një fitore tjerë zakonshme.